Fëmija im lostu në të lloj gjëje. Kjo është gjendja e lulishtes pranë TQ-s në lagjen 28 nëntori. Banorët ankohen për mungesë të theksuar pastrimit dhe vëmendje nga ana e bashkisë. Një qytetar ka bërë të ditur përmes një mesazhi në rrjetet tona sociale se prej më shumë se një viti ka paraqitur disa herë kërkesa pranë bashkisë dhe ndërmarrjes komunale për pastrimin dhe mirëmbajtjen e lulishtes, por pa asnjë rezultat. Ndërkohë, banorë të tjerë të lagjes theksojnë se nevojitet ndërhyrje urgjente, si dhe domosdoshmërisht ndërtimi i një këndilojrash për fëmijët. Gjendja e lulishit është një gjendje që nuk do ta shikojë asnjë shqiptar, për arsye se këtu ka edhe fëmijë që luajnë, mund të rrinë pleq. Gjendja është, mund të them që nuk shihet me sy e para. Këtu nuk e di, bashkia do të ketë punëtar komunale këto që merren me pastrimin e lulishëve të qytetit, por nuk e di. Është për të thënë që edhe ne si qytetar kemi detyrimin që çdo mbetje të hidhet në vendin e duhur. Problemi është se nuk ka kosha, por prapse koshësh mbrapa kësaj pallatit, kështu që qytetarët do të jeni çik të dëgjeshëm. Dhe jam banor i lagjes. Tani shikoj në këtë gjendje që është tani fëmijët duan një park lojrash. Po pati mundësi, bra mundësisë, kryetari i bashkisë do të bëjë diçka. Vijnë pastruesit, po nuk pastrojnë. Kjo është situatë. Se unë kam fëmijë vetë, në Fëmija im lostu në këtë lloj gjendje.